Rikthehemi në studio, jemi në transmetimin ton të Weekend Lovers për të folur sot për sezonin turistik, për kulmin e sezonit turistik. Në fakt, në bazë të disa prej sondazheve të kryera kryesisht në Britaninë e Madhe, thuhet se ngritja e temperaturave ekstreme, veçanërisht verën e kaluar në destinacione si Spanjë, Portugali, Turqi, por në të gjithë Europën temperaturat shkuan deri në 45 gradë Celsius, janë duke ndikuar në zhvendosjen e këtij sezoni turistik në muaj si qershor, madje të dhënat thonë që shumë i kanë zhvendosur edhe për Pashk pushimet e tyre, pavarësisht pengesës që mund të kenë nga sezoni shkollor i fëmijëve, por gjithsesi, në bazë të gjithë kësaj, a do të jetë Shqipëria një destinacion që do të shihet si alternativë për t'u shmangur temperaturave të larta në destinacionet më popullore në botë, në muajt e pikut si korriku dhe gushti, dhe çfarë mund të ofrojë Shqipëria më shumë se kaq. Ne jemi në studio sot me Flora Xhemani Baba, që është një ekspert e turizmit dhe pa diskutim shumë prezente kur bëhet fjalë për të folur për turizmin edhe për detaje të tilla. Flora, përshëndetje. Mirë se u riktheve. Mirë se gjej, kënaqësi shumë kur flas në radio, shumë kënaqësi. Është kënaqësi edhe për ne, absolutisht. Do doja ta nisja nga Shqipëria. Ti ke qenë në jug përgjatë këtyre ditëve, na thuaj pak si ishte. Si ishte jugu këto ditë? Ishte shumë mirë, kishte lëvizje të konsiderueshme, por jo aq sa të shkaktonin trafik. Ne kemi ata matësi tanë të fluksit ose të, po themi, të trajektores lëvizse të turistëve edhe të sezonit. Mendoj që qershori ka filluar mirë, sidomos në raport me qershorin e vitit 2024, ku kishim ato luhatjet shumë drastike midis plazhe bosh dhe plazhe plot. Ndërkohë që si vjet, po themi, është diferenca ose ajo kurba e trafikut, është më e butë, është më e qetë dhe më rrjedha, është më normale. Mua do më pëlqente për shkakun që të kishim një sezon më të gjatë me këto lloj lëvizjesh, ku ti lëviz lirisht, ku ti nuk ngec në trafik në vap, dhe ku plazhet janë të mbushura, po ka pra një shpërndarje të kënaqshme, e cila fillon qysh në mëngjes me plazhet e deri në darkë me xhiron e darkës, të cilën e vumre edhe në Vlorë edhe në Sarandë, që ishte, besoj, e niveleve të kënaqshme, nëse po flasim për qershorin, edhe pse jemi në fund qershorit dhe jo në fillim qershorit. Mendoj se sezoni ka nisur mirë. Apo e ndjejmë realisht këtë ndryshimin e klimës duke ndikuar në pikun e sezonit turistik ne apo jo? Po e ndjejmë edhe ne, madje unë mendoj që 2025 është një pasqyrë shumë e qartë e këtyre ndryshimeve klimatike, sepse në qoftë se flasim për si vjet, ka qenë një mars relativisht i ngrohtë dhe i mirë për të bërë ture pranverore. Ishte një prill shumë i mirë që mund të konsiderohet i afërt ose i ngjashëm me majin për nga tiparet e sezonit turistik, pra nëse ne majin e llogarisim edhe sezon të përshtatshëm ose muaj të përshtatshëm për të bërë plazh, si vjet ka qenë i tillë prilli, ka qenë një prill shumë i mirë, ka pasur një fluks të kënaqshëm dhe pastaj maji ishte një prerje me thik që mendoj se ka qenë kryesisht për shkak të klimës. Pra ishte gjithë maji ishte me shi, kishte temperatura gati dimrore, madje diku në Alpe, Ra edhe Bor, dhe u përkthye në rënje drastike të shifrave në raport me prillin. Do të thonë ishte një prill shumë i mirë, u presi me thik në maj, pastaj nisi qershori me temperatura të po themi temperatura afrikane, u quajtën nga meteorologët, që do të thotë këto ndryshime klimatike janë ndjerë mjaftueshëm edhe në sezonin tonë. Po, dhe kjo mbetet për tu parë edhe në muajt korrik dhe gusht. Po, sepse nuk është ndonjë çudi, domethënë që të kërcasi ndonjë fresk në prill, në mes të në ndjes, në korrik. Pra në mes të korrikut. Siç po ndodh momentalisht në Paris. Siç po ndodh momentalisht në Paris, ndërkohë që gushti është vetëm, po themi, i ka vetë ato ndryshime drastike klimatike në kurriz me stuhi tropikale ose me stuhi të shkurtra, të cilat ne shqiptarët i ilustrojmë me shprehjen gushtegun. Kështu që mendoj se ndryshimet klimatike kanë ndikuar fort
edhe në sezonin turistik edhe në mënyrën se si ne po organizojmë tashmë pushimet. Po. Tani në bazë këtij sondazhi që sapo përmenda në Britaninë e Madhe, 75% të paktën e britanikëve mendojnë që disa vende shumë shpejt do të bëhen shumë më tepër të nxehta për të kaluar pushimet. A mund të jetë Shqipëria një destinacion alternativ për këta turistë, ndoshta edhe për shkak të klimës më të butë, edhe për shkak të, le të themi, destinacioneve larmisë destinacioneve që janë shumë afër njëri tjetrit. Po, shiko, ne nuk do kemi më fatin, po themi që në një periudhë pranverore të kemi edhe borë në majën e Çikës, edhe motrimat shkojnë të lahen poshtë në det. Nëse do kemi këto ndryshime klimatike, por mendoj që për sa i përket ndryshueshmërisë së klimës në raport me distancën gjeografike, ne sërish kemi favoret tona shumë të mira edhe në raport me po themi me fqinjet në Ballkan, sepse ndryshimet klimatike brenda kësaj distance gjeografike në Shqipëri janë më të theksuara se në secilin prej vendeve, pra qoftë Malizi, qoftë Kroacia, qoftë Greqia, le të themi që nuk kemi në asnjë prej këtyre vendeve një shpërfaqje të tillë gjeografike siç e ka fjala vjen në parku i Llogaras. Okay. Që na jep ne mundësinë, domethënë që të shfrytëzojmë ose të ofrojmë paketa të tilla që janë shumë të larmishme nga ana klimatike, peizazhore, gjeografike, madje edhe për nga ana e tipareve të ofertës ekonomike, sepse nëse ti futesh po themi në një resort me 4 yje, jo me 5, po me 4 yje, në parkun e Llogaras, gjithashtu ti mund të shkosh në të njëjtën distancë edhe në hotel me 5 yje tashmë brande poshtë në det, ose mund të gjesh po themi akomodim në një bujtin po të thjesht brenda parkut Llogaras, e cila vlerën e ka shumë më të vogël se 2 të parat, dhe larmia e llojit e të turistit që vjen këtu mund të jetë aq e ndryshme sa që paketa vlen për të gjithë. A do të dim ne ti shfrytëzojmë këto dhe ti kemi kaq, do të thonë, kaq të shtrira në sezon dhe kaq ekonomike, nuk di ta them këtë gjë sepse mund të ndikojnë edhe tipare të tjera, po. Për shembull, meqense jemi te Vlora, po të bëhet aeroporti, do kemi një ofertë 365 ditëshe që një nordik, €1 në nordik do ta shfrytëzoj për t'u larë në det, kurse le të themi një spanjoll që vjen nga vendet e ngrohta si ne, do ta shfrytëzoj për të shkuar në mal ose do ngjisi Llogaran. Po, e vërtet. Kjo është ofrimi i shërbimit, ë? Është qartë. Edhe për më tepër më pas. Ne dim shumë mirë që infrastruktura pritse e bën destinacionin të arritshëm. Sepse mund të kemi shumë spote të tjera natyrore jashtëzakonisht të bukura, siç mund të jenë për shembull Alpet shqiptare, fjala vjen Jezerca ose Maja e Korabit, për adhuruesit e natyrës ose për ata që kanë edhe kapacitete sportive, alpinistët, ngjitësit e maleve e me radh, mund të kemi oferta shumë të mira për shembull në malin e Tomorit, i cili ka disa tipare edhe gjeografike edhe turistike. Pra, është mali që është i shenjtë, janë pistat natyrore që mund të jenë shumë të përshtatshme për të bërë ski, për adhuruesit e skive, po që janë profesionistë dhe skit mund t'i marrin me vete, sepse s'kemi resort që t'u ofrojmë këtë gjë. Pra duhet ketë infrastrukturë pritse që ta shfrytëzosh edhe kapacitetin gjeografik të një po themi spoti ose në një vendi destinacionit caktuar në Shqipëri, sidomos natyror. Me aq sa ke mundur të komunikosh edhe i hasur me turistët e tuaj, ndoshta ata që vinë për herë të parë në Shqipëri, çfarë kërkojnë të shijojnë më tepër? Detin, natyrën, malet? Kërkojnë të shijojnë të gjitha, sepse duke pasur parasysh edhe këtë që sapo folëm, pra tiparin gjeografik që të lejon ty që në një kohë të shkurtër të vizitosh në distanca jo shumë të largëta vende të ndryshme. Për shembull ti mund të bësh plazh 3-4 orë në Durrës gjithë ditën dhe të shkosh të vizitosh Beratin pasdite, që janë 2 spote gjeografike krejtësisht ndryshme, që kanë edhe tipare kulturore, po themi, por edhe tipare argëtuese. Pra, ti lahesh në det, rri, shijon edhe drekën në resortin ku po pushon,
Edhe pastaj pas dite ti viziton një muze si Onufri apo një qytet si Berati. E njëjta gjë mund të ndodhi edhe me Shkodrën, ku ti po themi qëndron në një qytet si Shkodra, mund të bësh plazh në Shirok, fjala vjen, edhe pas dite t'ia fusësh për Theth, fjala vjen, ose për Tamar, ose për Vermosh, sepse alternativat janë dhe për fat të mirë kemi edhe infrastrukturën rrugore në dispozicion në shumicën prej këtyre spoteve, pra që arrihen lehtësisht. Çfarë kërkojnë ata të shijojnë së pari? Unë mendoj që ata shijojnë në përgjithësi atmosferën, që është krejtësisht e ndryshme në Shqipëri. Çuditen kur shikojnë qytete kaq të gjalla si Tirana edhe në mes të vapës. Domethënë, ti nuk mund të kuptosh në Itali një qytet ose qyteze e cila gëlon nga kafet, nga rrugët janë vazhdimisht plot. Atje nuk mund t'i kesh rrugët plot sepse njerëzit shkojnë punë, fëmijët shkojnë në shkollë apo edhe kur mbaron shkolla kanë ato, po themi, qendrat e tyre të argëtimit, të shkollat verore etj. Domethënë, nuk ke një fluks të tillë në rrugë rëndom siç e ke në Shqipëri dhe në fillim ata hutohen, domethënë, nga një anë Shqipëria vuan emigrimin masiv, po nga ana tjetër aty ku ka përqendrim popullsie, siç është fjala e Tirana ose qytetet e mëdha, ti e ke këtë përqendrim, domethënë, gjatë gjithë ditës, edhe kjo është një atraksion turistik në vetvete, prandaj dhe Shqipërinë e kanë quajtur në përgjithësi një destinacion vibrant ose të gjallë, domethënë me një popullsi që edhe pse në shifra për ne shqiptarët që i di më mirë problemet tona të brendshme, po plaket me shpejtësi, e kemi ende këtë pjesën e dukshme që turisti e shikon lehtësisht. Pastaj komunikimi me vendasit është ende në nivele të kënaqshme. Domethënë, ti ke një realitet turistik krejtësisht të ndryshëm në qytetet evropiane. Barcelona po bën protesta të vazhdueshme për t'i përzënë turistët. Në Firenze ti nuk gjen as në pikun e sezonit turistik në Korrika apo në gusht në 2 të drekës, kam qenë vetë dhe e kam provuar, nuk gjen kështu spote turistike ose sheshe nga këto, po themi, populloret, nuk i gjen kur pa njerëz. Ndërkohë që në Shqipëri ne po vuajmë në thonjza ose po presim që sheshet tona të mbushen, që ti konsiderojmë spote turistike të mirëfillta, siç mund të jetë për shembull sheshi Skënderbej ose aq spote sa kemi ne. Kështu që këto gjejnë si fillim. Pastaj avash shijojnë detin, shijojnë malin, shijojnë zonat rurale, infrastrukturën agroturistike që tani ka filluar të zhvillohet, domethënë i gjen kudo, i gjen në një bujtinë, i gjen madje edhe në lagjet e Tiranës tani, pra nuk i gjen më vetëm në spote turistike. Dhe përpiqen të shijojnë kulturën lokale si një prej gjërave që ne ende e kemi të mirë shfaqur edhe e kemi ende në nivele të kënaqshme, besoj. Po, kompakte. Po. Tani, vetë sektori turistik në Shqipëri edhe bizneset, operatorët turistik, a janë të përgatitur për të përballuar ndoshta këtë ndikimin që mund të ketë klima në muajt apo në vitet e ardhshme, sepse parashikohet që në një 5 vjeçar të ketë një shtrirje më të gjerë turizmi për shkak të temperaturave të larta që mund të arrijnë për shkak të ngrohjes globale në Korrikë dhe Gusht. Sa të përgatitur janë bizneset në Shqipëri për këtë gjë, sepse vuajnë për staf. E qartë, jo, e kuptoj shumë mirë. Shiko, në fakt unë mendoj që pyetja ishte shumë e mirë edhe do doja që shpresoj të mos e harroj sepse na merr biseda para. Do doja që të përmendja edhe një nivel që bota, një model që bota e ka, po që ne nuk e kemi akoma. Unë mendoj që këto ndryshime klimatike mund të jenë një favor për Shqipërinë e vogël, e cila e tregon shumë qartë me shtimin e jashtëzakonshëm të trafikut, që është një prej sfidave kryesore që kemi në ofertën tonë turistike, që do ishte shumë mirë që sezoni të shtrihej qoftë edhe për shkak të klimës, sepse ne kemi treguar me fakte që në Korrikë, në Gusht nuk e përballojmë dot fluksin, nuk kemi kapacitete për ta përballuar këtë fluksin e madh dhe nuk na bën mirë në krijimin e përshtypjeve të turistëve, pra për ato review të famshme, sepse ankesat më të mëdha të turistëve, qoftë shqiptar, qoftë të huaj, janë gjatë sezonit turistik, çmimet e larta, faturat abuzive, trafiku me nga 3-4 orë pritje në pikat kyçe apo në nyjet ku mblidhet më shumë që janë ato grykat e shisheve të famshme, mungesa e kapaciteteve pritse duke filluar që nga
destinacionet e ashtu quajtura të mëdha, pra Vlora dhe Saranda, ti në Vlorë, Sarandë dhe Durrës, në 20 korrik 20 gusht, vëzor se gjen dhoma të lira, hotele jo, po edhe apartamentesh nga një Gjirokastër dhe Berat, edhe Gjirokastra dhe Berati, provuar edhe vetë që nuk... por që Gjirokastra dhe Berati janë sidoqoftë destinacione kulturore që mbushen ose furnizohen, tashmë është e provuar kjo, me anë të turistëve që ndodhen në resorte turistike. Pra, ai ka planifikuar ose ka bler, po themi, një ekskursion ditor, por ka raste që këto ekskursione janë dhe 2 ditore, për shembull me fjetje në Theth, me fjetje në Valbon, fjala vjen, ai është i gatshëm që ta djeg, po themi, një natë në resort, sepse dëshiron këtë eksperiencën që do vi pastaj nga Spanja ose nga kudo qoftë ta provoj kastileve. Kjo është e pamundur. Kështu që unë mendoj që kjo sezoni ton do t'i bëj mirë, sepse do shtrihet dhe do përdoret ai kapacitet që gjatë këtyre muajve rri bosh. Ti je në qershor dhe hotelet me 100 dhoma e lartë nuk i ke plot, që do të thotë kanë ende kapacitete të pashfrytzuara, të cilat mund të shfrytzohen dhe mund të shkojmë ndoshta tek ai 30% 65% që i famshëm që po kërkon të vendos qeveria si çmime reference për shumë hotele të cilat në fakt nuk ekziston ai 30% në dimër ose në muajt e jashtë sezonit veror, për shkakun e thjeshtë se janë ose të mbyllura ose nuk ka turist që ta mbushin të 30%. Kjo është në lidhje me klimën dhe me kapacitetin ton. Po në lidhje me klimën, unë do doja që të evidentoja një dukuri të cilën nuk e kemi. Dikur e kemi pasur. Nëse të kujtohet, ne dikur kishim pushime prilli. Do me thënë, merri një javë pushime, që përkonte me mbylljen e sezonit semestrit të dytë në shkolla, që ishte për shkollat kryesisht dikur 8 vjeçare, sot 9 vjeçare. Shkollat e huaja, me sa kemi hasur në turistë të ndryshëm, ndoshta jo në të gjithë, por me sa di gjermanët e kanë, anglezët e kanë dhe ndoshta edhe disa vende të tjera të Europës, që kanë pushime semestrale të tipit. Fillon shkolla në 1 shtator, fjala vjen, diku në nëntor, pra përpara Krishtlindjeve. Kanë një mini sezon të vogël me 4-5 ditë, që po t'i shtosh fundjavën bëhen 7. Në prill, ndoshta deri në 7 prill, kanë një sezon tjetër të vogël, një ndarje semestrale që është prap 7 ditë, do me thënë është 5 ditë plus fundjavat 7. Kjo do ishte e shkëlqyer po të bëhej në Shqipëri, sepse do kishim, ti e ke vënë re se si mbushet fundjava nëse kemi 2 ditë të ndërmjetme. Ne në Shqipëri kemi 28-29 nëntorin që kthehet në një fundjavë gjatë 5-6 ditore dhe 2 ditë i jep qeveria, bëhen 7. E njëjta gjë ndodh kur 14 shkurti ose 14 marsi i bie e enjte, për shembull thotë enjte e të premten ta jep qeveria, bëhen 4 ditë, ato janë fundjava të plota që ti e shikon shumë mirë se si lëviz fluksi. Po sikur këto fundjava të jenë të paguara në kuptimin pushimet sidomos të shkollës, por edhe ato të administratës publike, e cila është një furnizues shumë i mirë me klientel, sepse administrata publike supozohet që ka një rrogë relativisht të mirë, që i përket shtresës së mesme, e cila bën pushime. Pra nuk po flasim për shtresën e popullsisë që ka rrogë minimale dhe ndoshta nuk i përballon dot pushimet fundjavore, por ama shtresa e mesme, pra administrata publike, bankat, institucionet e merat, mund t'ja lejojnë vetes një javë pushime të planifikuara qysh në dimër për në pranverë, ku mund të shkohet edhe jashtë Shqipërisë, nuk ka asgjë të keqe, por edhe brenda Shqipërisë me oferta shumë konkurruese dhe ti mund të mbushësh gjithë Bregdetin siç e mbush Pashka, Bajrami. Ishte Bajrami vogël tani? E gjithë Shqipëria ishte plot, nuk ishte asnjë dhomë të lirë. Po sikur kjo të bëhet her pas here çdo 2 muaj, çdo 2-3 muaj. Sepse këto njoftimet për të premte pushim në mes të 28-29 nëntorit bëjnë 24 orë më parë. Ama në qoftë se ti ke të planifikuara qysh në dimër dhe në pranverë, planifikon të bësh pushime kurse në parat, bën planifikime me anë të nxënësve, të fëmijëve, të shkollës e me radhë, unë mendoj që do ishte një shfryrje valvule shumë e mirë edhe për hotelet, sepse nëse unë do kem një javë fluks të plot, a e dini se shumica e hoteleve kanë vetëm 10 ditë fluks të plot në vit, që është një 15 gusht apo një 10 gusht, a i thot unë dhomat i kam plotësisht të zëna, vetëm 10 ditë në vit. Për ndryshe, në ditët e tjera ka luhatje, ka dhe njerëz, pra klient që ikin, klient që vinë.
Dhe po sikur ky 10 ditëshi në gusht të furnizohet edhe me 7 ditë të tjera në prill, me 5 ditë të tjera në nëntor, ndoshta edhe në janar, pse jo është një shplodhje nga sezoni dhe diku me 20 janar mund të kesh një 3-4 ditë të tillë, i cili mbush hotelet, mbush qytetet e vogla. E kemi provuar në Krishtlindje këtë gjë që ka funksionuar dhe ne vetë, pra ne kur them ne, qeverit, strukturat lokale, ose administrata, institucionet mund të kombinohen shumë mirë. E një valvull tjetër që mund ta shfryjë sezonin do ishte dikur lejet e zakonshme jepeshin me detyrim. Dhe fillonte me 1 qershor deri me 31 gusht. Dhe kishte nga ata që e merrnin lejen e zakonshme 1 deri me 15 qershor. Pse duhet që gjithë administrata ta marrin lejen në gusht? Ndërkohë që mund ta marrin 1 me 10 qershor, 10 me 5 me 20, 20 me 30 me radhë. Janë taktika që mund të kontribuojnë në një farë mënyrë. Siç funksionon për turet all inclusive, që paketat fillojnë qysh në prill dhe ai e ka bler paketën 7 me 14 prill, fjala vjen. E ka bler low cost, sepse është jashtë sezonit, por e ka planifikuar 7 me 14 prill. Pse të mos funksionojë kjo edhe për administratën tonë? Ke 21 ditë leje, po 10 ditë do i marrësh në prill, 10 ditë në qershor, 7 ditë të tjera fjala vjen, nëse se janë ato, rroga e 13 me radhë. Domethënë, nuk i njoh shumë mirë ligjet shqiptare, por mendoj se ka kështu alternativa ose hapësira që t'i japësh 3 herë nga 7 ditë leje. Mund të kupton? E kuptoj, mund të alternohet. Mund të alternohet edhe të furnizohet në thonjë zak. Po. Turizmi në një shtetet e tjera kanë incentiva të tjera të ndryshme. Për shembull, Greqia e ka, nëse ti shpenzon 10 nga 20 ditët e tua të pushimeve i shpenzon në Greqi, ti merr mbrapsh një bonus që mund të jetë 10% ose 20% e shpenzimeve, fiton 1 ose 2 ditë dhe këtë e ke bërë në bashkëpunim. Ka shumë bonuse që përpiqen t'i mbajnë konsumatorët në vendin e tyre, sidomos kjo u bë edhe në pandemi, por nga ana tjetër ka edhe kombinime të ndryshme të këtyre incentivave ose suportit nëpërmjet midis sektorit publik dhe sektorit privat, që në Shqipëri kam frikë se nuk e kemi shumë të mirë këtë lloj raporti. Tani mund t'japim një shembull shumë konkret. Vitin e kaluar Rodos në Greqi, në kulmin e sezonit turistik, u përfshi nga zjarret që ishin të përmasave të jashtëzakonshme dhe shumë edhe shqiptar, por edhe turistë nga gjithë bota kanë zgjedhur që këtë vit Rodosin ta vizitojnë në maj. Duke e shmangur pikun e sezonit për shkak të zjarreve. Të zjarreve dhe temperaturave të larta, që do të thotë që është një vendim i marrë në ndikimin e ndryshimeve klimatike. Tani, është paketa e maleve, sepse është shumë e diskutuar, e folur, a mund të jetë një, le të themi, një hallk interesant për përqasjen e këtyre ndryshimeve klimatike? Unë mendoj se po, por paketa e maleve ka një sër problematikash të tjera të cilave unë nuk dua t'i futem tani nëse po bisedoj për është një temë tjetër komplet. Po pra, kemi tjetër fokus. Po e shohim në këndvështrimin pozitiv. Unë mendoj që po, shiko, çdo formulë zhvillimi është pozitive dhe është e mirëpritur, sidomos për një komunitet si komuniteti i zonave të thella rurale, ku hyjnë edhe Alpet e Shqipërisë, sepse Alpet, do të thënë paketa e maleve nuk supozon vetëm zhvillimin e Alpeve, po të gjithë pjesës malore të Shqipërisë, që ne e dimë shumë mirë që e kemi 3/4 në raport gjeografik me ultësirën perëndimore. Pra, Shqipëria ka 3/4 relief malor dhe 1/4 relief fushor ose detar. Dhe kjo do t'i bënte mirë patjetër gjithë komunitetit të zonave malore, i cili po vuan më shumë se sa çdo zonë tjetër e Shqipërisë, emigrimin masiv, braktisjen masive, mbylljen e shtëpive dhe shkretimin e fshatrave dhe rikthimin nëpërmjet paketës së maleve, nëse do të funksionojë në të gjitha hallkat e saj ashtu siç është folur, do ta bënte, do rivitalizonte ose do rijetëzonte këto zona, duke i dhënë jetë 365 ditë të vitit, sepse në qoftë se sezoni veror e ka këtë problematik dhe ti nuk mund të shkosh, domethënë në një ditë të ftohtë dimri ose në një ditë me shumë erë, ti nuk mund të shkosh të lahesh as në Vlorë, as në Rivierë, se nuk notojnë, nuk lundrojnë tragetet. Imagjino pastaj të shkojnë të lahen njerëzit apo të peshkojnë, po themi,
për të dhënë 2-3 alternativa se si mund të shfrytëzohet deti në dimër. Por ama Alpet ose malet, zonat malore mund të jetojnë sepse klima është pikërisht për këtë është e bukur, do të thonë që ti mund të shfrytëzosh Alpet ose malet për ecje në verë, për eksplorim, për sporte ujore, edhe për plazh, do të thonë në zona të ndryshme të lumenjve, ku diun, për meti fjala vjen që nuk ka det dhe është vetëm detin s'kemi, thot ai se të gjitha tjerat i kemi, e shfrytëzon vjosën në spote të ndryshme për të bërë plazh. Gjithashtu edhe zonat të tjera lumore, po themi, i shfrytëzojnë segmente të ndryshme të lumenjve për plazh, të liçeneve gjithashtu, dhe do ishte një alternativë shumë e mirë për t'i zhvilluar këtë zona dhe për t'i mbajtur në lojë, po themi, gjatë gjithë vitit, gjë që deti nuk e ka si tipar ose si favor. Agroturizmi po e bën këtë gjë aktualisht, që ku ndërtohet një bërtham agroturistike, atje fillon një lloj zhvillimi i cili pastaj duhet mbajtur nën kontroll, po, edhe për të ruajtur lokal. tiparet agroturistike, tiparet e autenticitetit, të kulturës lokale, që nuk duhet prishur raporti mes kulturës lokale dhe zonës ku ajo ndodhet, sepse po themi sistemet territoriale kulturore pikërisht prandaj janë interesante se janë të lidhura mes tyre me tiparet e komunitetit që i përfaqëson ose që i jeton ato. Nëse do ruhet kjo nëpërmjet paketës maleve, do ishte një nga zgjidhjet më të përkryera për një turizëm të qëndrueshëm dhe afatgjat në këto zona që duhet i presim me të drejtë në zhvillim në 10 vjeçarin e ardhshëm. Në raport me turizmin e qëndrueshëm, si jemi, a ka modele që janë duke u orientuar në ruajtje të natyrës dhe të mjedisit? Si e parashikon pas 5 vitesh turizmin në Shqipëri? E morëm pak a shumë përgjigje nga reagimi? Shiko, kemi një situatë në Shqipëri që është jashtëzakonisht mikse, është e papërcaktuar dhe unë mendoj që ndodh për shkak të mungesës për momentin, si të them se duhet gjej fjalën e saktë, por në fakt në kaosin e përgjithshëm që mbizotëron sot në territorin shqiptar dhe jo vetëm në sektorin e turizmit, është pak e vështirë të përcaktosh me terma të qarta se ku po shkon turizmi shqiptar, pra drejt cilit drejtim, drejt turizmit të qëndrueshëm, drejt turizmit se shiko, turizmi i qëndrueshëm është një lloj termi i cili përfshin në vetvete shumë lloje turizmi dhe jo domosdoshmërisht lë jashtë turizmin masiv që ne e perceptojmë me fluksin e lartë që ndodh në Bregdet. Turizmi masiv nuk është vetëm fluksi i lartë në Bregdet, është edhe fluksi i lartë në qytete kulturore, të cilat nuk shfrytëzohen siç duhet, ku ti shikon 200 turistë që nuk vizitojnë asnjë muze, që nuk blejnë asnjë suvenir, që nuk hanë nëpër restorante, që thjesht bredhin andej këtej dhe pastaj hipin avionit dhe ikin duke ndotur mjedisin, duke mos lëvizur, po themi, të ardhurat e komunitetit lokal për të cilat duhet funksionojë turizmi kulturor me radhë. Pra, ka një lloj vështirësie në përcaktimin e formulës së qartë se drejt kur do shkojë turizmi. Këtej, do të thonë, miratojmë ligje për të ndërtuar marina detare që thon turizëm elitar, por të cilat ndotin mjedisin dhe bien në kundërshtim me turizmin e qëndrueshëm. Këtej zhvillojmë agroturizmat që e ndihmojnë turizmin e qëndrueshëm, por nuk bëjmë politika për të mbështetur këto agroturizma me incentiva, por mbështesim investitorët strategjik që ndotin mjedisin me incentiva ose me taksa zero. Pra, a mendon ti se unë mund ta përcaktoj qartë tani se deri drejt ku po shkon turizmi në 10 vjeçarin e ardhshëm? Mund të kemi në këto zonat me paketën e maleve, mund të kemi resorte masive shumë të shtrenjta, të cilat do të ruajnë, do të jenë në raport shumë të mirë me mjedisin. Do jenë në raport të mirë me mjedisin, po. Tani s'duam pra dashu pa dashu dolëm. Më thuaj ti mua, nëse do ndërtohet një resort me xham, me dru, se okay, me dru e pranon zona, por me dru në një vend ku ka kulla guri, nuk e pranon më zona. Do prishi, do me thonë, formulën e autenticitetit, do prishi formulën e, po themi, e trashëgimisë historike kulturore lokale me radhë, por nga ana tjetër do ndërtoj një barrierë mes komunitetit lokal i cili
ka dëshirë të pushojë edhe ai aty, pra ka dëshirë ta shijojë, po themi, pistën e skive që mund të ndërtohet në një zonë të Alpeve, mirë po ajo kushton aq shtrenjtë sa që një banor lokal nuk e përballon dot më. Pra, a do ruhet formula që të ardhurat që do nxirren nga ajo zonë në radh parë të shkojnë si benefit komunitetit lokal? Është shumë e vështirë sepse është një sfidë që edhe bota nuk e ka kaq të lehtë ta përballojë. Ku diun, mund të marrin plot formula, për shembull Zvicra, ndoshta banorët lokal mund ta përballojnë, por jo aq shumë sa që përballojnë, ku diun, klientët VIP të pasur që vinë nga zona të caktuara, që vinë pushojnë me helikopter, pra zonat e pasura, vetvetiu krijon një barrierë mes komunitetit lokal të cilit i shtrenjtohet kostoja e jetesës, siç po ndodh në të gjithë Evropën dhe prandaj ka protesta. Dhe është e vështirë që ta përcaktojnë lidhjen mes komunitetit lokal i cili duhet përfitojë i pari nga turizmi i qëndrueshëm, nuk është gjë tjetër veç se një formulë harmonike mes të mirave që sjell vizitori dhe të mirave që përfiton komuniteti lokal. Është kaq e thjeshtë. Nëse unë si banor nuk përfitoj, por më shtrenjtohet jetesa nga ardhja e turistit të huaj, nuk e dua turistin e huaj, do jetoj vetë dhe do ha vetë ato që do prodhoj. Po, dhe kështu po tentojnë spanjollët tani, janë shumë të mërzitur me mbi turizmin. Tani një lajm i mirë mund të jetë sepse ngritja e temperaturave dhe braktisja, po them, e europianëve për Spanjën, ndoshta edhe Turqinë në një farë mënyre, apo Portugalin në kulmin e sezonit, mund të sjelli turist në Shqipëri. Shqipëria është parë në bazë të këtij sondazhi, ishte parë si alternativë bashkë me fqinjët për të sjellë më shumë turist në gjithë sezonin. Kështu që e urojmë këtë gjë dhe mund të jetë një, le të themi, shenjë mirë kjo për turizmin në 365 ditë për Shqipërinë. Flora, faleminderit që ishe në studio. Të falenderoj unë ty shumë. Ishte bisedë shumë e këndshme. Gjithashtu edhe për mua dhe do të kemi mundësi patjetër të takohemi sërish. Me shumë kënaqësi. Pushime të mbara. Gjithashtu. Ne kemi filluar se ne jemi jeni gjatë kohës në lëvizje. Kështu që do të kemi mundësi të flasim përsëri. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.